Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube ODM Studio. Për të qenë pjesë e live-ve të mia, ju e dini, duhet të abonoheni duke klikuar tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim unë do të kem një motër e cila e ka rrëfyer në fakt përpara një viti historinë e familjes së saj Merkaj në Berat, ku një dasëm u kthye në tragjedi, ku ajo humbi nga kjo jetë vllajën e saj, i cili kishte ardhur emigrant nga Italia për të martuar motrën e tij, por humbi edhe burrin e motrës. Një ngjarje e rëndë në këtë familje që dy viktima, por asnjë person i akuzuar dhe i arrestuar. Ngjarja ndodhi marsin e vitit 1992 dhe sot, pas kaq shumë vitesh, kjo motër është në kërkim të autorit, por ende drejtësia nuk ka arritur të arrestoj. Ana është duke më pritur, është tek shtëpia e nënës, është së bashku me nënën e saj, ajo është shtrirë në krevat sepse është e sëmur, nuk e di a do të flasi ditën e sotme në këtë live, a do të japi në një mesazh për të birin, por hap dritaren sepse vetë Ana është duke më pritur. Ana, përshëndetje. Përshëndetje zonja Odeta. Ke ardhur në Shqipëri? Po. Si e ke mamin, se para disa ditëve më tregove që ishte sëmur? E kam të smur, pra dhe kam ardhur nga për mama, që është e smur dhe të shkuara mamas. Faleminderit zë më të mirë. E dashur Ana, për gjitha audiencën time, ti përpara një viti ke qenë live me Odetën dhe ke rrëfyer atë historinë e dhimbshme të familjes tënde, familjes Merkaj, ku fatkeqësisht marsin e vitit 1992 humbe vllajën dhe kunatin nga kjo jetë. Po. Dhe jam akoma në kërkim të vrasëve, ja ti përse dihen kush janë dhe nuk janë arrestuar, nuk janë dënuar Odeta, kjo më dhe më shumë. Nga 92 deri më sot ti kërkon drejtësi, të arrestohen autorët. Po, të arrestohen autorët, jo autorët, Edmond Hoxha, unë po e them me gjithë, dhe tjetra është sepse unë kam thënë që të shikohet në KKV, kur ka hyrë, kur ka dalë, si ka dalë, kur ka ardhur, sepse duhet Italisë me çështjen e vllajt kur ka hapur, ka bërë kallëzimin në Berat, dhe çfarë ka bërë Berati, çfarë ka bërë prokurori Ares Shella. E dashur Ana, le të flasim pak. Ti ke arritur të zbulosh në rrugë private edhe hyrje dalje të Edmond Hoxhës nga sistemi Teams. Ku ai ka hyrë dhe ka dalë shumë herë nga Shqipëria, ka qëndruar për pak ditë, ka ikur prap, ka ardhur, ka ikur rreth vitit 2025, ka bërë shumë hyrje dhe dalje, por dhe tani në 2026 ka qenë 29 marsi kur ai ka hyrë dhe ka dalë në 1 prill. Kur unë kam bërë kallëzim penal, që ke i them me të madhe, po e them dhe tek ju, po e kam thënë dhe po e them që vrasi vllajti tim është Edmond Hoxha. Si ka ardhur në Shqipëri, ka nxjerrë pasaportën, ka ardhur, ka dalë, ka rrinë aty në Shqipëri. Si Ares Shella dhe ai hetuesi i çështjes që unë e kam hapur në Berat. Si ka mundësi mos ta jep, më thot mua, shko pi ti kafe dhe i në fal, e ma birë më ta dënoj. Edhe thot Ares Shella më vjen shumë keq, është spak. Kjo është më e keqja për mua akoma. Se nuk është një njeri i drejtë, nuk është një njeri i drejtë për drejtësi shqiptare kur i thot një motër shko pi kafe, i dhe në fatë nga pirë më të dënoj, se unë se ke i do. E dashur Ana, të lutem, dua të më shpjegosh, kur ndodhi krimi që u vra Arturi, vllai Artur Merkaj dhe kunati i ndjerje Eduard Seiti, ka pasur një vendim gjykate që është cilësuar vrasje me dashje. Jo, s'kam pasur asgjë, unë s'kemi qenë gjyq, s'kemi pasur asgjë, ne s'kim asgjë. Nuk kemi asgjë që është bërë. Po pra, po ju nuk keni shkuar në gjyq, po jeni interesuar çka ka vendosur gjykata. Nuk ka thënë asgjë neve, fare, vetëm është bërë pushimi i çështjes tonë. Është pushuar çështja. Pa autor dhe nuk është gjetur asnjë autor. Po, nuk është bërë pushim, është bërë pushimi i çështjes se nuk kemi gjetur autor. Dhe ti ku autori është policia? Autori është policia Odeta. Ajo policia mund ta gjente sepse dihet kush ka qenë autor. Aty ka një regjistër. Si nuk e di kush ka qenë, po të më është Edmond Hoxha. E qartë, Ana, e kuptoj, ti drejt për së drejti përmend emrin e personi që ka bërë krimin dhe akuzon drejt për së drejti se ai është vrasi i vllajt dhe kunatit. Po ai sepse ai është kushëri i dytë imi, Odeta. Mama ime, mamën e tij është kushëri e para. Dhe ti shumë mirë sepse po mos ishte vrasur vllajti tim. Unë e kam akuzuar, nuk ka ardhur në shtëpi kushëria
vetë, ka ushtrisht të parti, thotë që, mojti, parati faktu që më bëj djalim, po ka ndenjë në eshtje, s'ka ka bërë asgjë. Që kjo më shqeton, më bën akoma të vret. më keq. Sepse ky vllai këtu, që është në mur, të rinë varur në mur dhe ai të jetoj e pa dënuar. Vllai tim ta kem në mur, 23 vjeç. Ku është drejtësia shqiptare? Duhet di këtë vetëm. Ti kërkon të rinisi çështja dhe të zbulohet autori dhe të dënohet. Autori si zbuluar, unë duhet rihapjen e çështjes time, të vllajt tim dhe të kunatit tim. Dhe të dënohet Edmond Hoxha dhe kush ka qelluar tjetër, nuk e di kush ka qelluar tjetër, por për Edmond Hoxhën ka vrarë vllajin tim. Ai ka qelluar mbi Arturin, mbi vllajin tim, mbi këtë djalë 23 vjeç. Dhe pse e vrau? Kërkoj pse e vrau? Pse e vrau vllajin tim? Të rinë na ime këtu, kjo këtu, 90 vjeç, që do të shpjegoj e vajzës saj, do të rinë të shpjegoj djalit të saj. Kjo në smur, këtu tani që vuan në shpirtin, e qanë për ti. I flet ati në fotografi dhe të birë, unë ngrit ati e kuje, a i tapim kafe me në tënde. Jo, deta, dua të dënohet e zbem. Është e dhimbshme. Unë nuk jam në vrasëse, unë nuk dua të futem në asmëri. Se unë e gjej. Unë dua ta dënoj shteti, e të dali para gjykat sot pse e vrau vllajin tim. Pse qëlloj pa folur asnjë fjalë? Pse qëlloj makina e ndaluar, duke dhënë vllajim letrat, se unë i kam dhënë letrat, duke dhënë gjitha letrat në dorë? Pse? Pse e vrau vllajin tim? Për 12 ditë do bëj dasmë deta. Me erdhi vllai dhe kunati i të vdekur. Jo, dua drejtësi. Zonja Zakarula, përshëndetje. Më zonë, që të përstedje nga unë të i që nëna. Atë që që nëna të rritë. Të uroj jetë dhe shëndet. Thuaj çfarë kërkon për Arturin. Sa kërkon për Arturin, kërkon dhe rasën e djalit, por pra bëhet të më vërë. E për qaksë, e qatë djali vërë. E qatë djali i ka nërë djali ti, dhe ogër në ti, ti e shki vogër pare, e shkakë që Arturin në Italia, në Gjermania, për pesta. Ashtu djali ishë. Mirë, qetëso. Si djali, me normë, si djali të dhërë. Mirë, qetëso. Unë e duhet të thonë që Verbia e ka dhe prasë, që më dhërën, spasër. E ka dhe Edmond Hoxha, që i qëtër. E ka shqirë pësazë. Mirë, qetëso. Okej. Odeta, mund të flasim bashkë. Po, Ana, flasim të dyja të përshëndes. Mirë, qetëso. Të përshëndes, le të shtrihet Ana, le se është në mosh. Qetëso, shtrihet. E dashur Ana, ta lëm të qetë, ajo është në mosh, e kuptoj dhimbjen e një nëne që ka gjithë këto vite me zemrën plak për të birin e saj dhe kërkon drejtësi. Dhe aty ku është shtrirë përballë ka dhe foton e djalit dhe është e dhimbshme gjithë kjo histori. Sa herë që ngrihet në mëngjes apo ngrihet tani që unë i bëj kafen apo i jap të ushqej unë, i thot i flet vllajt. Biri thot, unë ngrihet apo pi kafe, ti çfarë po bën? Hadhe? Është e dhimbshme. Edhe Edmond Hoxha të bredi Greqisë i ki qytetet, më thot mua në Rencela, që unë se gjej dot ku e kanë, ku është i pi kafe ti. Dhe është në spak ai njeri. E dashur Ana, Edmond Hoxhën e ke përmendur shumë herë, emrin e tij akuzon drejt për së drejti. Unë dua që ditën e sotme zëri jo të dëgjohet dhe dua dy mesazhe. Një mesazh që i drejtohesh pikërisht i personi që e akuzon që ai ka bërë krimin dhe nuk është dënuar, dhe një për drejtësi shqiptare. Odeta, unë Edmond Hoxhë i them që të vi të përballet me ligjin, të përballet me mua si motër me familjen me nënën time 90 vjeçe. Që thot pse e vrau djalin e saj, pse e vrau vllajin tim. Nuk jam kriminale, të thonë Edmond Hoxhën e gjej, me gjitha dhënat që kam gjetur unë po luftoj, kam kaq vite po luftoj. E qartë. E gjej si buku ku është. Me targ me makinë gjitha punë e gjej. Do të futet vetë në asmëri, duhet të vi vetë ta dënoj ligji shqiptar. Dhe drejtësia shqiptare, ai Arencela, të më japi dosje, më çfarë dosje ka bërë për vllajin tim.
dosje, çfarë kërkime ka bërë? Çfarë kërkimet më japi dosjen më? Se unë si motra e vet, ka bërë një dosje. Që këshullova atë që ka bërë kallëzim, nuk ka bërë një dosje që kam gjitha e keni parë dhe ju. E vërtet. Ai çfarë dosje ka bërë? Çfarë kërkimesh ka bërë bashkë me etusin e ngjarjes? Sepse në qoftë se nuk po vazhdon, nuk bëhet Nuk nis një proces gjyqësor, e qartë. Kriminalat që më vranë vllajin të ndaluar me makinë të ndaluar bashkë me burrin e motrës policë, atëherë nuk duhet të tregoj, duhet të drejtë vagës. Se nuk po gjej dot sqarim me shtetin shqiptar. Më vjen keq po e them. Unë uroj dhe shpresoj që të rinisi kjo çështje, të zbulohet e vërteta, të gjehen autorët e vrasjes së dyfisht në familjen tuaj, të dënohen, të marrin dënimin e merituar, sepse ajo nën ka gjithë ato vite dhe ju si motër që e keni zemër plag për vllajin tuaj Arturin, por edhe për Eduardin, i cili ishte kunati juaj dhe do martohej për pak ditë dhe fatkeqësisht erdhën të vdekur në shtëpi. Është ngjarje shumë e rëndë. Odeta nuk mund të fleqet, më beso. Kam 34 vjet vllai shtrir, unë nuk e ndaloj në asnjë sekondë jetësim, ai nuk është jashtë nga jeta ime. Dhe nuk jam e qetë. Sepse ma vran vllajin kot. Dhe nuk është pa dënuar. Kjo në ime s'mori as në shpërblim, as një gjë, as motra ime, pas shtëpi, pas një gjë s'mori asnjë nga shteti. Motra ime, s'mori asnjë gjë, rriti një fëmijë e tij vetëm. Pa punë. Sa ajo ishte shtatzën kur do martohej me Eduardin. Do bësh dasma dhe fatkeqësisht u vran të dy. Motra ime ishte me cilëbim, ishte martuar. Bashkëtonte me atë. Po do bësh dasma. Bashkëtonte me ishte shtatzan 3 muajshe. Por do bësh një ceremoni, sepse ishte djali i parë, do bën një dasëm. Pra dhe erdhi vllai nga Italia. Edhe ne gjithë ishim ngritur ato. Se ne kemi qenë të ikura. Ata vajti për të bërë provën e kostumit, se kam gjithë njerëzit e mamas në Kuçov, dhe erdhën të vdekur. Për 12 ditë dasma, kjo është çmenduri. Edhe më thotë më tash policia që nëse që i ndodh, më thotë arrin se mos e gjendon. Si se gjendoti? E gjetën kur ka dalë. Si kanë dhënë pasaportën? Nuk ka flet arresti për atë, nuk ka dënim, prandaj hyn dhe del lirshëm. Por ajo që duhet kërkosh është të rinisi çështja dhe autori, të zbuluar kush është autori. Të rinisi çështja dhe dua për herë të parë kur është futur për herë të parë në Shqipëri. Këtë të lutem Amzir. Për herë të parë kur është futur në Shqipëri. Sa viti? Se u kaq pata mundësi. Ana, unë uroj dhe shpresoj që ai zëri juaj të dëgjohet, sepse është e dhimbshme që dasma të kthehet në tragjedi. Ajo që u ka ndodhur juve është një plagë shumë e madhe. Ne do mbetemi bashkë në kontakt, uroj dhe shpresoj që kjo drejtësia e vonuar në familjen tuaj të vi dhe ju të jeni të qeta në shpirt kur mendoni që autori është në burg dhe po kryen dënimin, do kryej këtë dënimin. Kështu që uroj të ndodhi kjo gjë. Do mbetemi bashkë në kontakt për gjithçka. Odet, unë do kërkoj vetëm sepse nga drejtësia shqiptare s'kam jetur, kam kaq kohë. Unë po kam shumë besim tek ju. Se jeni një kanal i mrekullueshëm, jeni një zonjë mrekullueshëm edhe e nderuar nga ana ime dhe nga gjithë shqiptarët që ndihmoni dhe je shumë. Drejtësia, institucionet na dëgjojnë dhe të reagojnë se dënimin e japin ata, nuk e japim ne. Ne si gazetar bëjmë që zëri juaj të dëgjohet. Unë kam shkuar dhe në tani që kam gjetur këto dhënat, kam shkuar dhe në policinë greke. Po. Dhe në kjo më ka thënë drejtori i policisë që shko në Shqipëri, bëj këto, si kam thënë që do bëj një emision në kanal, shko bëj, do vete në Vlorë të bëj denancim, ose në Vallësh në Mallakasë këto ditë, dhe në kjo se nuk me avokatin që kam, do ta çojmë ta shkoj se duhet disa letra ta çojmë në SPAK, dhe do shkoj ta kërkoj atje. S'ke faje, kuptoj. Mirë, Ana, do ma përshëndesësh nënën, të përqafoj dhe do mbetemi bashkë në kontakte dashur. Mirupafshim. Do të përqafoj. Mirupafshim, zemër. Mirupafshim.
E dëgjuam këtë motor e cila kërkon që zëri i saj të dëgjohet, i bëri thirrje drejtësisë shqiptare, ku ajo gjithnjë ka ngritur gishtin mbi kushuririn e saj duke akuzuar se është vrasi i vllajt. Uroj dhe shpresoj që drejtësia të shkojë deri në fund për familjen Merkaj. Mirë, për të gjithë besnikët e live-eve të mia, ata që nuk e kanë parë emisionin të plot të Anës, që ka treguar me detaje çfarë ndodhi atë ditë, si u ekzekutua vllai dhe kunati, pse kushuriri ngriti armën ndaj atyre, dasma që po përgatitej, motra 7 zënë që pritej të sillte në jetë një fëmijë që fatkeqësisht e rriti pa baba. Ai fëmia ngeli jetim, babai iku nga kjo jetë pa e parë fëmijën. Nëna atë kohë ishte vetëm 3 muajshe. Unë dua që ditën e sotme ta risjell në fokus këtë histori, kështu që do e shikojmë në këtë momente gjithë rrëfimin e Anës përpara një viti këtu në live me Odetën. Kam një problem, kam 92-shin. Po. Në mars të 32-shit, në 30 mars dita hën ora 3. E deri më sot Odeta ne s'kemi më zhvarr vllai, më kanë vrarë vllai. Dhe kunatin por do flas vetëm për vllai. E ka vrarë policia e Kuçovës. Nga 92-shi e deri më sot në tort po flas me ju. Nuk kam asnjë lloj përgjigje, asnjë lloj fare. E di se kush e ka vrarë, di se kush se ku është vrarë. Dhe policia ka qenë në datën 30 mars, më fal se kam dhe pak emocione sa herë që hap çështjen e vllajt. Të besoj. Vllai është vrarë në 30 mars të 92-shit. Dita hën ora 3 në Kuçovë. Ati ka vajtur bashkë me kunatin, kishte njerëzit e tan, për ca problemet e tona familjare, se do bëjsh dasma e motrës, do martohesh kë motra në 12 prill, dhe vajti bashkë me kunatin për të bërë ca prova gjëra për dasmë, se kishin të njerëz të tan. Kunati ishte polic në Tiranë. Gjatë rrugës, nuk e di se çfarë ndodhi, ishte vllai i vogël, vllai i madh dhe kunati bashkë në makinë, në një Audi të 10 në atë kohë. Dhe në të dalë të Kuçovës, ka dalë patrulla e policisë, aty në Kuçovë, ka ndodhur kanë vajtur për të marrë makinë në vllai. Ka qenë një Xhulia për t'i marrë makinën dhe ka thënë që ma falë më këtë makinë, po pse ta falë të vllai? Është e inja, se vllai ishte kthyer nga Italia për të bërë dasmën e motrës. Në atë kohë që i thot vllai pse kjo makina është e ime dhe nuk i përket juve, ai nxjerr një zinxhir për të thyer xhamin. Se ai në atë kohë thuhet se unë nuk e di, sigurisht e më i forti i Kuçovës. Dhe burri i motrës, që ishte polic, nxjerr armën dhe qullon arit. Se i dinte rregullat, por mos ta qelluar. U friksuan, ikin këta dhe marrin makinë dhe shkon për t'iku përmballës. Vetë jam mallagastriote. Pra, ky person me emrin Xhulio i ka dalë vllait tënd atë ditë për t'i marrë makinën me dhunë, le të themi. Jo për t'i marrë makinën me dhunë, po aty ishin ulur për një kafe tek turizmi në Kuçovë, kanë ulur për të pirë një kafe, ka parë makinën se në atë kohë 92-shin s'kish makina. Vllai kishte ardhur nga Italia për të bërë dasmën e motrës, të martosh dhe ky kunati. Edhe aty bëj kjo nga tresa. Në të dalë të Kuçovës, del patrulla e policisë. Po. E thot ndaloj, i shpojnë gomat e makinës, më falë, s'doj të gënjej, do të jem shumë reale, sepse këto gjërat janë që të thuash edhe një gjë më të vogël, do del gjëra më e madhe. I shpojnë gomat e makinës, ndalon makina. Vete i policia i thot, mje, po, kush jeni, thot, jam Artur Merkaj, nga filan, më zode letrat e makinës. Ja marrë e shikoj letrën e makinës, seguracion të ishin këto në atë kohë, dhe i thot, e burri motrës ishte nga mrapa dhe 2 vëllezërit ishin përpara, i thot që unë jam policë në rajonin numër 2 në Tiranë. Në atë kohë që po debatonin, i thot kështë brit poshtë, i thot vllai, sepse në 30 mars, sa ishte marrë demokracia, thot vllai që unë, ku ta di që ju e një policë të vërtet? Na shoqëroni, na merrni në shoqëroni me makinë të shkojmë në polici. Po. Na shoqëroni.
Aty debatojnë dhe nuk i thonë jo do zbres nga makina, jo nuk zbres nga makina, do të vllai u dho, s'kam se zbres nga makina, se to na i thos vllai i vogël që ishte dëshmitar në atë ngjarje. Dhe në atë kohë thot vllai i vogël që po bënin debate që ma jep sa dil nuk dil, edhe i thanë Kunatit që më jep armën, i thot Kunati, unë armën nuk ta jap. Sepse unë armën kam të shtetit, s'mund të doshdoj armën tek ty. Kush je ti? Në atë kohë thot vllai vjen një furgon i bardh. Vjen një furgon i bardh dhe një civil, duke mbushur armën dhe i vete vllai kthyer nga mrapa në makinë, duke thënë atij Kunatit që ajtë zbresim ose jepi armën. Në atë kohë i thot një që dëgjon dhe emri, po mbushte armën dhe po drejtohesh tek vllai kthyer në kurriz dhe i thot që mund i thot njëri rujtja këto sil, mos qullo. Pa mbaruar fjalën polici, ai qullon vllain në një distancë nga dera kaq, direkt në zemër. Në atë kohë që qullon vllain në zemër, nxjerrin vllain e vogël në dhunë dhe e qullojnë dhe e mbajnë me dhunë dhe me armë. Vllai ishte 15 vjeç. Në kohën që qulluan Arturin vllain, ngrihet Kunati të qullojë policin, nuk arriti dhe e sharrojnë në automatik. Dhe Kunati që do martohesh për 12 ditë. Dhe Kunatin e sharruan me... Po. Dhe Kunatin e vran. E të mërshme. Keni humbur 2 njerëz. Vllai nuk ishte vdekur akoma. Urdhë? Keni humbur 2 njerëz në 30 mars. Odeta, nuk kemi humbur 2 njerëz. Kemi humbur gjithë familja. E dhimbshme. Unë nuk jam me qetë. Kam humbur gjithë familja. Megjithatë, vllai nuk ishte vdekur në moment, as Kunati s'kishte vdekur në moment. I kishin marrë, thot vllai kur e ngritën e nxorën jashtë e plasën në shesh vllai, gjithë ripi ishte mbushur me gjak. E çojnë në spital në Berat dhe i thot vllai, ju lutem na jepni shpresë, na jepni jetë se na kanë vrarë pa faj. Me sa kërkon ujë, aty kur kërkon ujë, veta i fermeri marrë t'japi ujë vdes. Vllain e vogël e mbajnë në Birut edhe i bëj torturat pa para. I thonë që do thuash që qullua me të parët, do thuash që ne kemi fajen, a ishte 15 vjeç, më shëlloni sa, më spushtin dhe më hidhin në ujë. Si e bindet fikse, duke dhe i hidhin në ujë të përmet. Megjithatë, ne nuk e dinim se dinim që dhe tjetrin kishën të vdekur, varosën vllai shpejt madhi. Dhe na vjen vllai i vogël. Pas sa kohësh nga le të themi varrimi i Arturit, i cili sa vjeç ishte në atë kohë Arturi? 23 vjeç. Sa i ri. Po Kunati? 25 vjeç. Sa të rinj. Pas plagës së rëndë, varrimit të Arturit, vllai i vogël kur mbërriti në shtëpi? Vllai i vogël ka ardhur pas 2 ditë. Pas 2 ditë dhe kur na ka parë me Xeza ka thënë që Arturi është në spital, është gjallë, pse jeni vesh me Xeza? E jemi detyruar kemi çuar prapë në Berat, në qytet, sa ti kishin tezën kushërin kishin njerëz të ta. E kemi çuar prapë në qytetar, dhe atje kemi thënë që te makina që Arturi vdiq. Dhimbshme. Që në atë kohë, që në datën 30 mars, deri sot, nuk kemi marrë asnjë pije. Çështja nuk është qyrtuar. Ne nuk na ka thirrur njeriu në gjyq. Këtë ka vrarë Edmond Hoxha. Vllai tim e ka vrarë Edmond Hoxha. Edmond Hoxha është kushëriri i dytë imi. Është kushëriri juaj? Po. Por ishte polis në atë kohë në qytetar. Dhe kur në kohën që ka vrarë vllain, ka vajtur tezja ime, i ka thënë që qa është bërë dhe ka parë, ka përstitur, i ka thënë që teze dhe mua nip nuk e njifja. Në atë kohë ka lënë kapelin, ka lënë gjitha këto, ka dorëzuar dhe ka ikur, e kanë mbajtur në Vlorë dhe e kanë nxjerrë për në Greqi. Edmond Hoxha jeton në Greqi.
në atë kohë ai thotë Ezja që Arturin e ka vrarë Mondi. Dhe para se të dëgjoj dhe vllai emrin Mondi ruaj gjatë ftohtësin, mbas fotografive dhe mbas ato e dim që ky është. I dërguan familjes, familja nuk erdhi as në varrimin e vllajt. Por personi që ka vrarë vllain tuaj pas ka qenë kushëriri juaj. Keni pasur ndonjë hasmëri se një kushuri, qoftë polic, që ka një armë, ta ngrejë armën kundrejt kushuririt të tij? Nuk njiheshin. Nuk njiheshin fare. Nuk njiheshin. Por e dashurana, ju më thatë që kontaktuat familjen e personit dhe nuk erdhi as në varrim. Tezja ime, kushira ime e parë mamas, që kishte kushirë parë dhe maman e Edmondit, i tha që Habibe po çaj qyri në Usnia, po nuk e di se bajmë më mirë emrin asaj tani, që po ikim në varrimin e Arturit. Dhe në atë kohë ne kemi akuzuar atë, se po të ishte që nuk e kishte vrarë. Po mirë, ju keni një emër të dyshuar që ka vrarë vllain tuaj dhe kunatin tuaj në ato kohë, ku fatkeqësisht motra juaj nuk mundi do të bënte dasmën. Jo, ishte Shazam dhe ka lindur një djalë. Ka dhe djalin. Po. Ju keni... Ishte martuar me Cilibi për të bëri një martesë, me qenë se erdhi vllai nga Italia. Por ju e keni bërë denoncimin atë kohë në polici, kur themi ju e kam fjalën për familjen tuaj? Po, do të tregoj. Në atë kohë në Ballësh ka bërë protest dhe ka mbyllur rrugën për të mos kaluar atë makinat në Visok, është një urë, për mos kaluar, për të mbyllur ato rrugën që mos bën demonstrat. Ballëshi. E jetë Ballëshi. Dhe falenderoj shumë. Nga ka ardhur ministri i drejtësisë, nga ka ardhur në shtëpi dhe nga ka thënë që se u bën shumë e madhe si çështje, nga ka ardhur ministri i drejtësisë apo kujt ishte kjo, se nuk jam vajmë mirë, se jam 35-4 vite. Po. Nga ka ardhur ministri i drejtësisë bashkë me drejtorin e policisë së Beratit dhe në ka ardhur 3 veta. Në ka ardhur ministri i drejtësisë, drejtori i Beratit dhe i policisë së Kuçovës. Po. 3. Shefa e komisariatit, po. Dhe babai ka thënë që unë dua të më dali dhe nëse djali im është fajtor, dua që të bëhet gjyqi. Ta dënoni dhe të vdekur. Dua të bëhet gjyq. Ose për ndryshe, kush ka fajin të marrë dënimin e vet. Mos të bëj, se nuk dua që të bëj hakmarrje vet. Dhe gjyqësi. Ta që të shtetë. Po. Asnjë fjalë, asnjë gjë. E bën gjyqin, e mbyllën vetë, mbyllën dosjen, pa folur nga asnjë nga familjes tonë. Në atë kohë ka qenë Sali Berisha president, i është drejtuar presidentit, është drejtuar ministris mbrojtjes, me letra, ka vajtur në Tiranë, ka vajtur në Kuçovë. Asnjë fjalë nuk ka pasur shansi ta hapin çështjen, sepse e vrau vetë policia vllai. Po pra. Ka qenë policia në atë kohë që vrau vlla. Po pra, por ai person që ka bërë këtë veprim duhet të ishte dënuar, pra një gjyq është hapur, por ju mësuat çfarë vendosi gjykata? Se mund ta ketë dënuar në mungesë. Nuk na folën fare në një gjyq gjene. Jo, vetëm që babai kërkon. E dashurana, u interesuat ju në gjykat, çfarë vendosi gjykata, se ndoshta ky person që ju akuzoni sot, që tregoni se ai është vrasi vllai tuaj, mund të jetë dënuar në 1992-shin nga gjykata në mungesë, sepse ai është larguar më the. Jo, do ta tregoj unë me radhë. Atëherë, mbas babai të vdiq babai. Mbas sa vite nuk mund ta shkon të vdiq, 68 vjeç. Nuk e kaloi dotimi. E kaloi motra ime që ishte Sazane me letra prapo Ilir Metës, to gjitha i ka mund gjithë dosjen. Asnjë përgjigje, vite përgjigja që do të kthej përgjigje, asnjë përgjigje. Shkonte letra, e morë më thoshte, nuk bësh asgjë. Në 2009, po, kanë shkuar në Beran. Në tetor të 2009. Ka qenë Xhemal, nuk e di mbi emrin, dhe ka qenë shumë burr i nderuar, sa ai më ka ndihmuar nga të gjithë këta që unë kam marrë. Më ka ndihmuar dhe më ka thënë që
I tregova historinë, e dinte dhe shumë mirë dhe ai sepse drejtori i Beratit ishte në gjykat. E më ka thënë që do shkosh në një noter, do bësh një kërkesë dhe do mbiesh mua se të hap unë gjyqin. Edhe ashtu bëra. Shkova në një noter, çova letrën, ika në Vlorë, se vetë banoj në Vlorë, banoja në Vlorë, mbas sa ditësh më flasën dhe vetesh në Berat, më caktojnë prokuror Arend Çelën, dhe atë hetusin një herë kam parë se nuk e njoh, do ta them dhe historinë. Kur kam vajtur në Berat, i kam folur me prokurorin, që prokurori nuk është ai, më ka thënë kështu, se kam qenë me një avokat grek, dhe e dinte shumë mirë shqipe. Më ka thënë që mos më hajdi me, vajta tek hetusi më ka thënë që këtë fjalë. Ik në zyra ime, mos të shikoj më dhe mos më hajdi me për këtë çështje. Ika. Shkova te Arend Çelën. Çfarë ka thënë? Më ka thënë që nuk e gjej dot. Shko, pi kafe, hidhe në xham dhe gjeti masin. Ishte fjalë prokurorit që më kishte marrë mua çështjen e vllajt tim që do e gjente ai. Kam bërtitur, kam pasur njerëz të tjerë në korridor, kam vajtur te shoku xhamat, i kam thënë ç'është kjo skandal, kam ikur. I kam vajtur avokatit tim Abron Tozhës për të bërë kitahidhja me këto janë, nga thënë Ana, nuk kemi problemin e këtij tani, kemi problem që të gjejmë çështjen e Arturit. Vajta disa herë Rodet, asnjë gjë nuk bëhesh. Nuk e gjejmë dot, gjë e ti, nuk e mundemi, gjë e be, o zotri, thash, ti ke një emër. Shkoj ke në familjen e vet, ku është ka nduar emër, ka mbi emër, jeton në Athinë, ta them unë që jeton në Athinë. Jeton në Greqi, i ka mund dhëna. Jete Interpoli. Unë po e akuzoj për vrasjen e vllajt. Nëse nuk është vrasë vllajt tim, më dënoj mua. E qartë, nuk ka hetuar prokuroria, po më tregon dhe çështjen e mbylli sërish në 2009-ën? Në çështjen e ka mbyllur në 2015 kam letrat, kur unë isha në Greqi kishte një kontakt grek, numër grek në atë kohë. As më morën telefon, as gjë, ajo ishte për 15 ditë kur kam shkuar në Shqipëri, kam gjetur një letër poshtë asaj, po ajo kishte skatuar. Dhe nuk isha të drejtë që unë të bëja ankinim. E qartë, dhe çfarë shkruash në atë letër? Pushohet çështja sepse nuk kemi fakte. Por çfarë fakte do të kur nuk kisha dy të vdekur dhe i them që Edmondi është vrasi vllai tim. Çfarë fakte kërkonte më? Unë se kuptoj këtë atus, që më vjen shumë keq mbas Adriatik Dhallës, çka kishte ai emri, se ka vajtur aty dhe s'm ka pritur. Vajti ai prokurori i përgjithshëm i Shqipërisë. Ai nuk është prokurori i përgjithshëm, ai nuk është prokuror thjesht. Se nuk mund t'i thosh një motre, i pi kafe, i në xham dhe si më këtu. Gjeti. Nuk i thuhet një motre. Pra, ti po më tregon që çështja e vllajt tuaj është hapur 2 herë, një kur ndodhi ngjarja, pra pas ngjarjes në 1992-shin dhe një në 2009 dhe është mbyllur dhe nuk është hetuar nga prokuroria me seriozitet. Jo, nuk është hetuar. Nuk është hetuar. I kam bërë letër president ambasadorit amerikan. I kam bërë letër presidentit të Shqipërisë. I kam bërë letër Adriatik Lalës. Më ka thënë hajde në takim, vajta nuk më pritin në Tiranë. Shkova, nuk më priti. I kam gjitha letrat zyrtare. I kam gjitha letrat, i kam bërë dosje. Kam këmishën e vllajt, bluzën e vllajt që është vrarë, kaq, plumbi e hapur nga mbrapa. Kam atë dëshminë e punatit, i ka thënë që janë policë, i ka thënë dëshminë që është me policë, i ka rënë me plumb, me plumb, e kanë ngrisur pak dhe ja kanë hedhur shesh. Kam dokumentat e vllajt të makinës, i ka thënë Urzo, i kam të makinës, ka thënë Urzo është me gjak. Ajo atëhere, patrullën e policisë nuk mund ta gjente ai Arsen Çela kush ishte në atë kohë. Patjetër. Unë kam gjetur kush ishte. Se kam shkuar në Berat, kam shkuar në Kuçov dhe më ka thënë drejtori i asaj, ka thënë zonja Ana, jo 30 vjet të kalojnë dhe 20 vjet, po 40 vjet të kalojnë. Janë vrarë 2 djem, çështja nuk është hetuar. Ta kërkosh deri në fund. 2 djem janë vrarë pa faj.
E dashurana, të lutem, e kuptoj që kanë kaluar shumë vite, por dhimbja është e madhe tek ty, ke humbur vllain i cili ka qenë në kulmin e moshës, por edhe burrin e motrës, i cili dhe ai ka qenë shumë i ri. Kjo ngjarje ndodhi se ishte papërgjegjshmëri e uniformave blu dhe ngritën armën pa të drejtë dhe morën jetën e 2 personave, pra i njëjti person i ka vrarë të dy? Jo i njëjti person. Edmondi ka vrarë vetëm vllain tim. Por kunatin tuaj kush e ka? Kunati nuk e di se ishte shumë policë, nuk e di se kush e qova. Pra, le të themi ata janë trembur nga arma që ai ka pasur dhe policia i ka gjuajtur. Jo, në fillim është vrarë vllaim nga Edmond Hoxha. Kur është vrarë vllaim, atëherë kanë ngritur për të qelluar Kunati atë Edmondi. Atëherë kanë qelluar. Armën e ka pasur Kunati këtu nga poshtë te gjuri dhe nuk e jap, ka thënë që më çoni policia atje dorëzoj. Si ta japun armën time në rrugë? Më çoni polici atje u japun, më na shoqëroni me makina. Policie. Sepse të mendosh që uniformat blu kanë gjuajtur një person që është po i uniformave blu dhe vllain tuaj, është pak shokuese kjo gjë. Ka ndodhur se ishin vitet e para të demokracisë dhe ata që vishin atë rrobë, flas për uniformën blu, policët ishin të papërgjegjshëm dhe ngrinin armën kujdo, nuk di si ta shpjegoj këtë situatë, se ti po më tregon që personi që i ka marrë jetën vllait ju nuk e keni njohur, edhe pse keni patur kushurir, nuk keni patur ndonjë le të themi ndonjë grindje familjare. Jo, ai jetonte në Grëmsh, ne jetonin bas. Kushirat para nuk njiheshin të larguara, nuk ishte mamaja me atë maman e vet. Ky ka qenë civil, nuk ka qenë me rroba me rroba policie kur e ka vrarë vllai, ka qenë civil, Edmond Hoxha. Ka qenë civil. Kurse Kunatin e ka vrarë policia. Mbasi do qellonte mbi personin që vrau vllai, ngriti armën e qellua. Ndërkohë, e dashur Ana, në kaq vite që kanë kaluar, ju nga e mësuat, le të themi, që ai u largua që ditët e para pas vrasjes së vllait. Si e mësuat këtë lajm? Ma ka thënë kushëriri im, sepse kushëriri jon, që jetoni në Kuçov, sepse ishin të kushërinë të ati. Po, kushëriri i përbashkët, le të themi, i juaj dhe i vrasësit. Po. Pastaj unë kam gjurmuar edhe në sepse më tha se nuk të thash një gjë shumë të madhe. Kur unë kam hapur gjyqin dhe kam ardhur në Greqi, më kanë dërguar 3 mesazhe me një numër të pa regjistruar në atë kohë nuk ishin të regjistruar dhe më ka shkruar mbyllet të çështje mos e vazhdo se do hash ti një plumb në kokë si vllajo. Kam 3 mesazhe të kanë vajtur në policinë direkt në Kallamat, se jetoja në Kallamat në atë kohë. Kam bërë denancim atje dhe kam marrë direkt në Vlorë, kam bërë denancim në Vlorë. U arritë mësuar. Kam thënë që bashkë me mesazhet dhe telefonit kam bërë denancimin në Vlorë. Ka qenë zjetor, një diçka tip kur kam ardhur, nuk mbaj mend mirë kur kam ardhur në Shqipëri, mbas kësaj po më kanë kërcënuar në dhjetor. Më kanë kërcënuar në dhjetor. Kam hapur gjyqin, kam hapur çështjen në tetor, më kanë kërcënuar në dhjetor. Dhe e dim se kur rrin Kallamat do të vi të djegin ty dhe Kallamat. Ka marrë avukati im telefoni, ka thënë që nëse je burr, hajde, po dal unë dhe hajde digje Kallamatën. Pra, ju denoncuat me një numër, denoncuat dhe në Greqi dhe në policinë shqiptare, nuk u arrit të zbulojë se kush ishin personat që u kërcënuan pas vrasjes së vllait? Jo, se në atë kohë në Greqi nuk ishin të regjistruara numrat në merje kështu i blihen për këtë. Dhe ju dyshoni që mund të jenë familjar të personit që kreu vrasja? Po patjetër, ose familjar ose policia. Një diçka nga policia, sepse këtu është e plotësuar policia. Ose familjar të asaj, po unë nuk u tremba, se unë në atë kohë nuk vazhdova më tepër atëherë. Unë dua të çështja të kalojmë stafit. E dashur Ana, përgjatë këtyre kaq viteve nga vdekja e vllait,
ju nuk keni përballur kurrë me vrasjen e vllajt apo familjarët të tij? Asnjëherë. Jo det, nëse do isha përballur, ta them me sinqeritetin më të madh, me dhimbjen më të madhe të shpirtit tim. Do t'ja kisha nxjerr zemrën vetë si grua, siç jam nxori ajo që vrau Hakaj. Unë kam shkuar në Athinë, kam shkuar në Santorini, kam shkuar në Rodos. Ku kam marrë informacion, kam shkuar vetë. Jam veshur si djallë dhe kam shkuar vetë. Unë do t'ja nxjerr zemrën atij, kudo që tjetë. Qofse qeveria shqiptare nuk më jep drejtësi për vllai 23 vjeç. Ma vran dhe ma lanë në rrugë gjakun e vllait, pa bërë asnjë gjë. Dua që ose drejtësia shqiptare ta çoj gjakun me ashturit tim në vend. Ose unë e them publikisht, unë do ta marr hakun dhe të fëmijët e tij, të nipërit e tij. Ana, e kuptoj që dhimbja të ka dëmtuar zemrën, shpirtin, por duhet jemi dhe pak me këmbë në tokë. Unë e di që ke humbur vllajin, por ndoshta ti kërkon drejtësi dhe është një drejtësi e munguar për kaq shumë vite dhe ti lufton që ai person që mori jetën e vllait tuaj ti ishte pas sekrave dhe kjo gjë duhet të ndodhte. Por ajo që mua më shokoi më shumë në këtë histori është ana që ju jeni veshur si një djalë dhe keni gjurmuar vrasjen në Greqi? Po. Unë jam me fytyrë, kam dalë në emision me fytyrë, jam këtu me EU me fytyrë, dhe po e them botërisht qofse Aren Sela, që nuk e di qofse është akoma dhe është gjëja më e keqe e Shqipërisë, se ky prokuror është prokurori i përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë. Është gjëja më e keqe e Shqipërisë. Sepse nuk mund t'i thuhet një motre që i ka vrarë vllajin pa asnjë gjë, 23 vjeç, që shko pi kafe, qite në fazën e masiv mua ta gjë dhe masiv mua ta dënoj. E qartë, kuptoj. Unë dua drejtësi, Odet, le të ketë ikur 30, 40, 50 vjet. Këtë çështje nuk është hetuar. Hetohet çështje. Ose unë do vishem ashtu siç jam veshur, e do ta kërkoj derisa ta gjej. Edhe nuk do jem fajtore nëse unë me një kohë do jem burg. Ana, sepse kam kaq vite që po e kërkoj. Kam 33 vjet. Në datën 30 mars unë bëj çdo për vjetorin e vllajt. Unë nuk fri gjumë. Unë ka lëva stres sepse kam qenë Leone kur ka vdekur vllai, kam 2 vajzë. Dhe jam betuar vllajt të varri që unë do ta marr hapet. E nuk e laudet. Nëse drejtësia shqiptare e ka mbuluar në atë kohë, tash është spaku, jeni ju. Qartë, e kuptoj. Janë kanalet që mund ta dëgjojnë një zë më tepër se jeni shumë të mira, unë të dëgjoj dhe të gjitha historitë tuaja shikojnë në YouTube, të gjitha historitë. E dashur Ana, por dua të bëj disa pyetje. Por për Kunatin, të ndjerin 25 vjeçarin i cili ishte polic, për atë u hetua diçka? Asgjë, jo, për të dy asgjë nuk është hetuar. Në kanal po të them na erdhi ministri i drejtësisë i tash ajo çfarë ministri ishte në ato kohë, në ato vite, po. Po sepse babajnë e ka pasur me shkollë, ka pasur detyrë, ka krijuar kooperativën e parë në Cakran, ka qenë kryetar pushteti babaj, kryetar kooperativë Robaim. Ja familje e një familje dëshmori, ku në fshatin Vresas është shkolla ku Merkaj. Nuk jam një familje që nuk di apo nuk di hapa se si mund të jetë. Babai ec me hapa ashtu siç duhet, por nuk jeti asnjëherë drejtësi. Derisa vdiq, 67 vjeç, pas 5 vite të vllajt vdiq. Me një breng. Nuk e kaloi dot. Me një breng dhe me një dhimbje të madhe për të birin. Po. Edhe e tjetra është sepse në nësime as nuk u lidh pension, është e ti. As nuk mori dëshpërblim. As nuk u tha asgjë. Kërkuan që ne do ta bëjmë hero, sa babaim jo, nuk do ta bësh hero, djalin tim duhet drejtësi. Kush e tha? Dhe kam vendosur që nëse drejtësia do vejë në vend dhe unë do marr dëshpërblim, do të bëj
një shtëpi në Ballësh, shtëpi për pleq. Kështu Azil. të jenë falur. Pra, nëse Kështu të kam Nëse ti do arish të marrësh një dëmshpërblim sot pas kaq shumë vitesh për vdekjen e vllajt, me ato para ke vendosur të hapësh një shtëpi për të moshuarit, falas. Po. Dhe këtë Po, falur. Dhe këtë gjë e bën për shpirtin e vllajt tënd. Për shpirtin e vllajt tim jetë të marrë vendin ajo që vllai nuk iku aq i ri, aq i bukur. Ishte 2 metra djalë Odeta, shumë i bukur, shumë i edukuar. Dhe jam e sigurt që kur i ka ardhur lajmi atë ditë në shtëpi ka qenë bomb për ju. Mamaja ime, asaj ka lëndër vlla mbas 7 motrave, kur i ka thënë që Arturi është pak i sëmur në spital, ka ikur zbasur nga shtëpia natën dhe briste kërkonte në përballë, se lindë se ishte në Ballësh. Ajo qante natën, vilte verë, qante natën, ulirite natën. Ne ishim 7 motra. Jemi 7 motra. Në të 7 në shtëpinë tonë legjeri gjithë në allokasa e gjithë Shqipëria, se kishte shumë shoqëri vaj. Ka ndihmuar shumë njerëz në Itali kur vajti. Se ra në një të imagjinosh që kemi pronari i vllait, Antonio Margari, ka ardhur nga Italia, ka hapur varrin, thosh nuk ishte pamundur që të vdekur Arturi. Dhe kemi akoma, a thot që jeni motrat e mia. Kemi akoma 10 kisha në shtëpinë Vlorë, erdha dhe unë nga Qipra dhe bëjmë pushimet bashkë. E kuptoj. Akoma kemi marrëdhëniet e mama si më i thot mama. E dashur Ana, por vllai i vogël 15 vjeç, besoj që ka kaluar trauma të mëdha në atë periudhë kur pa të vllajin që ja vran, kunatin dhe e kanë dhënuar mbi të gjitha. Vllai i vogël nuk është në gjendje të mirë. Psiqike. Për momentin Odeta mund të ziret dhe nëse nuk shikon gjak, nuk pushon. Kjo që nga Ka parë të dy të vdekur, të dy të vrarë, të dy me gjak. Sa doli nga burgu, shfaqi këto probleme të shëndetit mendor apo më vonë? I ka pasur që atëherë. Po ne nuk ishte gabimi jon ishte sepse ne nuk kishim babi, mamaja, ne motra, nuk kishim atë, nuk e kuptuam, se kishim dhimbje, unë isha leoni, unë kalova për momentin. Nuk isha atë ishte një, po ta thosh si ta zbërthesi historik, ta pyesësh, në Ballësh u bë një jo në shtëpinë tonë, po u vajtua në çdo shtëpi për Arturin. U vajtua në çdo shtëpi. Në Mallakasër jam motra e Turit, qajnë dhe sot. Dhe ma vjen keq sinqerisht Ana, ke humbur një vlla dhe vllai tjetër ka pasur probleme të shëndetit mendor, sa vjeç është vllai? I vetëm ka ngelur tashmë ai. I vetëm Fredi është 46 vjeç. E kam marrë në Qipro, nuk është atë formë që të mos të është në formë të mirë, por nuk do që nuk duron dot sheret, nuk duron dot armën, policin. Qartë. Nuk e do që ta shikoj të ketë kontakte. Nuk do, dhe kur i kam thënë që unë do ta bëj publike, më ka thënë, motër jo. Kam thënë Fredi do e bëj po. Ju uroj jetë dhe shëndet Fredit, sinqerisht, sepse ai ka kaluar një trauma aq të madhe që ka ndikuar sot në shëndetin e tij dhe është normale kjo gjë. Dhe fatkeqësisht për shkak të dhimbjes së madhe që keni patur për humbjen e vllajt, nuk keni menduar për ta kuruar me një psikolog apo për ta ndihmuar Fredin dhe kush do të psikolog. Do të psikolog. Dhe kush e besonte që do arrinte edhe vllai i vogël do të psikolog. E qartë. E dashur Ana, ne të dyja po e denoncojmë sot të histori dhe sinqerisht më vjen shumë keq kur më telefonove dhe më the që kam një problem me vllajin, mendova në një divorc,
që nusja ka ikur, ka marrë fëmijët dhe t'i kërkon nipi dhe mbesën, por historia juaj që nga shumë herë më e dhimbshme. Nëse personi që ti denoncove sot këtu në live me Odetën, që e quajte vrasin e vllajtën, nëse ai do të dëgjonte, a ke një mesazh që do t'i përcjellësh këtij personi? Po, kam një mesazh të përcjell. Mondi është kushëri, është gjaku im. Edmond Hoxha, nëse vjen sot në familjen tim, edhe sot që unë e vrava Arturin, se bëri atëherë, po problemet e frikës nuk e di se po t'isha unë, do thosha, unë jam dhe e bëra më vrisni, nuk sa ishte edhe i djali vetëmesh. Në qoftë se Mondi të më vinë në familjen tim dhe thot që unë e bëra, më dha urdhër ky, ose të shfaqsoj veten e vet, isha në detyrë, atëherë unë nuk të vishet si burr dhe ta kërkoj. Por në qoftë se Mondi, Edmond Hoxha, nuk e bë, unë Edmond në qoftë se nuk hetohet çështja e vllajtim, atëherë do ta vras unë vet. Uroj që drejtësia të shkojë në vend për familjen tuaj, më vjen shumë keq, do mbetemi të dyja bashkë në kontakt dhe të uroj më të mirat, edhe pse është e vështirë të ngushëllosh dikë që ka zemrën plag prej vitesh. Të pus fort e shumë e mirë, të falenderoj nga zemra. Edhe unë të falenderoj, Ana. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do takohemi sërish të nesër live me një tjetër histori, me një tjetër denoncim. Faleminderit dhe takohemi nesër. Mirupafshim.